Aplikimet për skemën kombëtare në bujqësi janë mbyllur, por si ka qenë interesi dhe kur nis disbursimi i fondeve? Nga ana tjetër, si po ecën procesi i kompensimit të TVSH-s në bujqësi për këto, por jo vetëm? Kam kënaqësinë të kem në intervistë zotin Fatmir Guri, zëvendës ministër i bujqësisë dhe zhvillimit rural. Përshëndetje, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Do ta nis direkt me skemat. Aplikimet janë mbyllur në 6 korrika. Mund të kemi informacion se si ka qenë interesi, numri aplikimeve dhe më pas për të parë çfarë do hapat e mëtejshme. Skema e këtij viti ka qenë një skemë në të cilën neve kemi bërë dy ndryshime të rëndësishme, të cilat synonin për afrimin e mbështetjes fermerëve tanë me atë që është politika e përbashkët europiane sot, dhe për të përafruar pikërisht pra kapi dhe për të afruar edhe mbështetjen tonë dhe përshtatjen e fermerëve tanë pikërisht me atë që ata do të gjejnë në 2030 kur ne të bëhemi vend antar i Bashkimit Evropian. Dhe në këto kushte duhet të themi se përveç risive të cilat edhe ju në kanalin tuaj keni themi paraqitur disa herë, si që janë kondicionalitetet apo si që janë rritja e mbështetjes për blegtorin, duke ullur pragjet minimale, duke rritur themi shpërblimin, pagesat për secilin prej kategorive, ndjeshmëria e fermerëve ka qenë shumë e lartë. Neve kemi patur një aplikim i cili kalonte fondin për 7.2 miliard lekësh, një fond realisht shumë i rëndësishëm dhe më i madh i aplikimeve që kemi pasur ndonjëherë në bujqësinë shqiptare. Pikërisht kjo për të treguar se jo vetëm kjo skemë ishte një skemë e cila të themi shkonte në drejtimin e duhur, por se fermerët i kanë mirëpritur këto ndryshime, janë të interesuar për të aplikuar dhe se tashmë ekziston një marrëdhënie e konsoliduar midis fermerëve dhe politikave mbështetëse. Kemi një numër të fermerëve që kanë aplikuar? Deri tani janë 42.000 fermerë të cilët kanë aplikuar për skemat e mbështetjes direkte, por edhe për skemat e investimeve, janë 3 skema investime për fermerët e ri, për stanet dhe për atë që e quajmë mekanikën e vogël bujqësore. Ju thatë që fondi i kërkuar është 7.2 miliard lek, por ndërkohë që fondi i vënë në dispozicion është rreth 5 miliard lek. Me këtë tepricën që kërkohet, do të ketë një akomodim tjetër, një rishikim buxheti, apo ende jemi në fazën që po skanohen aplikimet? Si fillim neve fillojmë me skanimin e aplikimeve. Kemi përfunduar skanimin e aplikimeve, pra skanimin e parë të aplikimeve për të gjitha ato që i quajmë skemat e mbështetjes direkte, masat e mbështetjes direkte, dhe po vazhdon analiza e themi aplikimeve të cilat janë për investime, të cilat janë me një dosje aplikimi, pra që kërkojnë kohën e tyre për të aplikuar. Në fund të procesit, neve do shohim se ku është shuma e kërkuar në krahasim me nivelin e fondit i cili është vënë që në krye të herës në dispozicion nga qeveria shqiptare, për të kuptuar se cilat do të jenë masat dhe hapat e mëtejshëm për të ndjekur në mënyrë që niveli i mbështetjes të jetë sa më i lartë i mundshëm. Kemi diskutuar shpesh herë bashkë për ndryshimin që është bërë për skemën e naftës, që ka qenë një në ndryshimet më të diskutuara në atë kohë. Tashmë keni vënë re që të ketë pasur efekte negative në skemë apo jo? Nëse ju ka rezultuar? Skema e naftës është një skemë ose masa për mbështetjen e inputeve dhe naftës pa taksa ka qenë një instrument i cili të themi ka qenë pjesë e skemës për disa vite. Por e cila këtë vit ka patur disa ndryshime, në të vërtetë mbështetja për naftën nuk është përjashtuar, por ajo që është shumë e rëndësishme, ajo ka kaluar që nga një mbështetje direkte për sa i përket naftës në mbështetje të inputeve nëpërmjet 10% të rimbursimit të faturave apo autofaturave.
Ajo që është shtuar si e reja është pikërisht mbështetja për sipërfaqen e tokës e pa lidhur kjo me prodhimin. Për shumë prej fermerëve ka qenë shumë e ngjashme në mënyrën e strukturimit me skemën e naftës. Dy janë të reja që ajo sjell. Së pari nuk kemi një lidhje direkte me prodhimin, gjë që e bën të përputhur me ato që janë karakteristikat e skemave të mbështetjes në Bashkimin Evropian, dhe së dyti është për fermat të cilat janë 3 hektar, e cila ka ndikuar në rritjen apo në konsolidimin e fermës. Neve pritnim që kjo mazë të kishte një numër rreth prej disa mijëra aplikues. Ajo që pam në fund ishte që numri i aplikuesve ishte shumë i madh. Fermerët në mënyrë automatike filluan të bashkojnë në aplikim tokën. Sigurisht që neve mbetemi absolutisht në një gjë që ata nuk kanë filluar të bashkëpunojnë realisht në prodhimin e tyre, por detyra e politikave publike është edhe që t'i drejtoj pak nga pak fermerët drejt asaj që është një objektiv që do t'jetë më frutëdhënës dhe më efektiv për ekonominë dhe sektorin. Dhe për ta mbyllur me skemat, kur fillon disbursimi i fondeve dhe a do të mbyllet brenda vitit ky proces? Ky proces është mbyllur gjithmonë brenda vitit. Shumë shpejt neve fillojmë disbursimin e këstit të parë dhe pastaj do të ketë për skema direkte dhe pastaj do të ketë një proces të kontrollit në terren i cili pastaj do të shoqërojë pjesën e dytë të mbështetjes fermerëve për sa i përket skemës së tyre.